Tos, që kështë me i thonë dikujt, që është të ju përballë me një sfidë, çfarë do qoftë ajo? Cila kishë me qenë jo formula, po ajo këshilla jote që me e kalu qatë sfidë? Nuk e dija do t'jem aq i aftë t'jap ndonjë mesazh të tillë motivues, por jam dakord me ty se kur u takum sa ditë më përpara që pim kafe duke bisedu për këtë emision, kur the që një fjalë ndikon shumë tek njerëzit. Absolut. E mendova këto pastaj, sidomos fjala mirë, po edhe keqja negativisht. Po këtë rast për fjala e mirë, ndoshta edhe si jemi të vetëdijshëm se kemi bo, sa mirë kemi bo, ku ja kemi thonë një fjalë të mirë dikujt, çfarë shtyse i kemi dhënë dikujt, edhe duhet ta mendojmë këto, unë shpesh për veti them që duhet të jem koshient për këtë punë, sepse edhe lehti i lëndojmë njerëzit. Absolutisht. Unë një kohë kam qenë edhe mësimdhënës, edhe këtu në AAB, edhe shumë përgatitesha, mësojsha për me dhënë mësim. Edhe kam marrë në konkludim që realisht ndoshta puna më e madhe e një mësimdhënësi është motivimi. Se sa mësimdhënia informacion gjanë sot dush. Informacion, sidomos ka sodit kur don e gjen. Edhe nuk po thuaj se edhe pak ndoshta s'kam pas nevojë për një profesor themi, por motivimi është gjëja, sidomos mosha për mosha më të reja, edhe mendoj që është mirë, edhe vërtet ndjen e mirë kur bën mirë, kur dikujt ja vlerëson diçka, kur e motivon dikë me fjalë të mira, ndjehesh edhe ti vetë mirë. Edhe por shpresoj që e kom bo mjaftueshëm në jetë. Nuk jam i bindur, edhe si dim, natyrisht që nuk e dim sa do të jetojmë, edhe po shpresoj që në vazhdim do t'i nëse jo t'i motivojt, t'i bëjt të ndjehen mirë njerëzit përreth meje. Shpesher, mjafton veç një fjalë me i thonë dikujt që me janë ndezat motorin për me hecë për para. Njëjtë si për mirë, si për keq. Mjafton është dikush jashtë që na sheh për herë të parë, edhe i bën klik. Këtë punë nuk e kam besu deri par 4 vjetë. Po në këto 4 vjetë e fundit u marrë me zhvillim personal, të punu edhe me njerëzit, unë veç tash e kam vetëdisu sa e rëndësishme është fjala që na e flasim. Nuk ka... Fillimisht e fjala është edhe në Bibel, fillim Biblës. Kështu që mundohuni dashur meq, kudo që jeni, me thonë një fjalë. Nuk ka bre rëndësi çfarë profesioni ki, sa shkolla ke kry, çka ke bo, jo. Këto janë maskat cilat na i vnojnë, janë role që na i lujmë, me që jam t'i folë me patosin. Po mrena, jashtë që atyne roleve, maskave, jetë ti si person. Një fjale jote, janë ndryshon jetën.